Ish emisari amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka reaguar në rrjetin social X, duke shpërndar një postim që hedh akuza ndaj gjykatës speciale në Hag dhe kryeprokurorit Jack Smith në lidhje me arrestimin e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Bëhet fjalë për postimin e gazetarit Fitim Çeku, i cili pretendon se gjykata speciale kishte kontaktuar dëshmitarë që ndodheshin në listën e të kërkuarve të Interpolit për krime lufte në Kosovë, me qëllimin e vetëm që të siguronte arrestimin e Thaçit. Sipas këtij raportimi, Jack Smith e ka përdorur këtë situatë për të minuar administratën e atëhershme të Donald Trumpit, duke penguar arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo, sipas tij, ka ndikuar në rritjen e tensioneve në Ballkan. Grenell, i cili ka qenë një nga mbështetësit e Thaçit dhe kritik i ashpër i gjykatës speciale, e shpërndau këtë postim duke treguar se vazhdon të jetë interesuar për çështjen e ish-presidentit të Kosovës në Hag, i cili ndodhet së bashku me ish-krerët e tjerë të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ku qëndron atje prej vitesh, ndërsa është thënë kohët e fundit se gjyqi mund të përfundojë brenda këtij viti. Megjithatë, pritet të shihet edhe përfundimi i dëshmive të fundit të dëshmitarëve, të cilët vazhdojnë t'i japin ato çdo ditë para gjykatës së Hagës.